Nëse bashkëshorti akuzon bashkëshorten e tij për imoralitet dhe i fut në fund fare një arsyetim, unë mendoj ashtu. Avdall, hajvan. Si mund të thosh ti për gruan tate ti ke bërë imoralitet se unë mendoj kështu. Kjo fjala ti ke bërë imoralitet shumë e rëndë te Allahu. Shumë e rëndë në botën tjetër. Të thosh gruash se ti ke bërë imoralitet, do të thotë se ti e ke haram me jetu me atë grua, kafsh. Po nëse gruaja jote ka bërë imoralitet, si rritim atë? Jo, po kështu mendoj unë, po mirë, mendon kështu. Selam aleikum, aleikum selam. Subhanallah. S'janë, nuk janë. Ndoshta do bëhen më vonë, po për momentin nuk kanë arrit pragun e të quajturit njeri. Vallahi bilaj probleme shumë të mëdha, pasha Allahun. Në seksionin e trurit të mesëm. Çfarë not? Kemi trurin e madh, trurin e vogël, i mesmi që i lidh. Këtyre njerëzve nuk u punon i mesmi. Ka humbur pasvordi, edhe ke kështu sjelljesh. Pasha Allahun, që s'ka zot tjetër përveç tij. Nuk janë normal këta njerëz.